Në ditën ndërkombëtare të monumenteve rikthehet në adhenjë nga veprat më antike tonat Koka e Zeusit. Gjatë ceremonisë së prezantimit të veprës, ministri i Kulturës Ardian Turku falenderoi palën italiane, si dhe futbollistët Tare dhe Cana, të cilët mundsuan shumën prej 20.000 eurosh për blerjen e veprës në Ankand. Koka e Zeusit kthehet në Shqipëri, në vendin të cilit ajo i përket në mënyrë natyrale prej shekujsh, për të qenë një dëshmitar i vlerave shumë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore për dekadat dhe shekujt që vinë. I kemi kthyer Shqipërisë një vlerë të humbur prej vitesh. Gjej rastin të falenderoj sinqerisht e miqësisht përfaqësuesit e padlës italiane, futbollistët Lorik Cama dhe Igli Tare për ngurtësimin e shumës financiare për kthimin e objektit deri në pagimin e tij nga shteti shqiptar. Ky shënon një rast tepër pozitiv për të vlerësuar të angazhimit të shoqërisë civile në mbrojtje të pasurisë kombëtare. Drejtori i Muzeut Kombëtar Kasem Biçoku tha se Koka e Zeusit është pasuri kombëtare dhe duhet të qëndrojë në pavionet e muzeut dhe nuk duhet të rikthehet në amfiteatrin e Butrintit. Ndërsa ministri Turku aty për aty tha se vepra do t'i nështrohet një gjykimi profesional lidhur me vendin e ekspozimit. Në gjithë botën, Muzeu Kombëtar ka të drejtë të marrë objektet më të mira të kombit. Pasqyrohen në Muzeun Kombëtar. Kështu që ky do të jetë një problem i hapur nëse Koka e Zeusit do të shkojë në Butrind apo do të mbetet Muzeut Kombëtar. Unë si drejtori i Muzeut Kombëtar do kërkoj që Koka e Zeusit të mbetet Muzeut Kombëtar. Dhe të themi që do të nështrohet një gjykimi problemi se ku duhet të mbetet. Sigurisht do mbetet atje ku është vendi më mirë për të ekspozuar dhe për të dëshmuar.